së tyre, por Muhameti ka qenë më i veçantë dhe këtë e arsyetoj me disa arsye. E para është se nuk më kujtohet që kem takuar qytetarë me të cilët kanë pas një ankesë drejt për drejt kundrejt të ndjerit në lidhje me përdorimin e pozitës së policit, sepse ka shpesh ankesa, sidomos të deponuara në Inspektoratin Policisë Kosovës me veprimet policore, ku zyrtarët Policisë Kosovës përdorin autoritetin e të qenirit zyrtar policor. Asnjëherë gjatë gjithë kohës që kam qëndruar për një kohë, dikon rreth 20 vjet punë të Muhamet Likës, nuk kam dëgjuar asnjë ankesë. E para, asnjë ankesë, asnjë problem, asnjë të lashë maskë. Asnjë të vetëm. E dyta, i njëjti është pajis me, mund të themi, me certifikata mirënjohje nga stacioni dhe policia regionale, që ka do të thotë se ka pas edhe një performancë e cila është veçuar nga vetë policia e Kosovës. Treta është gjithashtu e rëndësishme se Muhamet Lika ka qenë i angazhuar edhe në jetën, mund të themi, publike, ka marrë pjesë në të gjitha aktivitetet që kanë qenë, duke filluar nga organizata veteranëve të luftës, ka dhënë një kontribut qoftë në fshatin nga ku vjen, fshati Shtraz, sepse i njëjti familjen e ka në fshatin Shtraz, vetëm me bashkëshortën e tij ka jetu në Kaçanik dhe ka punuar për shkak afërsisë që ka pas me punën e ka pas edhe adresën dhe ka qenë